Për shkallëzimi i konfliktit në lindjen e mesme ka sjellë sërish rritje të çmimeve të karburanteve dhe për tregun vendas. Në pikat e karburantit në Vlorë, çmimi i naftës ka arritur në 185 lekë për litër, nga 176 lekë për litër që ishte në mesin e muajit qershor, kur qeveria vendosi ndërprerjen e funksionimit të bordit të transparencës për monitorimin e çmimeve të karburanteve. Çmimi i naftës është shtrenjtuar, edhe benzina ka pësuar rritje duke u tregtuar me 182 lekë për litër nga 166 lekë për litër që ishte çmimi i vendosur me vendimin e fundit të bordit të transparencës. Për shkallëzimin e tensioneve në lindjen e mesme ka kthyer shqetësimet për furnizimin global me naftë, duke shtuar rrezikun në tregjet ndërkombëtare. Rreth 20% e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm kalonte në përngushticë përpara se të fillonte lufta në fund të shkurtit. Sulmet në rritje hedhin më tej dyshime mbi të ardhmen e një marrëveshje të përkohshme SBA-Iran të nënshkruar muajin e kaluar që synonte të rihapte ngushticën dhe të jepte fund luftës pas 60 ditësh të tjerësh negociata. Televizioni 6+1 Vlora realizoi një vëzhgim të hënë në pikat e tregtimit të karburanteve të Vlorës, ku vije re rritja e çmimit të karburanteve. Çmimet e karburanteve në tregun shqiptar kanë shënuar një tjetër rritje në një kohë kur tensionet e lindjen e mesme po ndikojnë në luhatjet e tregjeve ndërkombëtare të naftës. Qeveria ka vendosur në shtator të ndërpresë përfundimisht aktivitetin e bordit të transparencës, i cili monitoronte dhe përcaktonte çmimet e karburanteve në vend. Atëherë, kjo gjuhë argumentua me faktin se kjo strukturë ka përmbushur plotësisht misionin për të cilën u ngrit, duke shërbyer si një amortizator gjatë periudhës së turbulencave të mëdha në tregjet globale. Ky vendim erdhi pas një tendence rënëse dyjavore të çmimeve në vend, si nga sinjalet pozitive për zhbllokimin e kanalit të Hormuzit. Ky i fundit u tha se pritej të stabilizonte furnizimin dhe të sjellë qetësi në bursat ndërkombëtare të hidrokarburëve, por duket se edhe pa bordin tashmë çmimet e karburanteve po rriten në mënyrë abuzive.